20 shkurti po afron. 20 shkurti po afron. Si e mendoj unë 20 shkurtin? Tani, fika ka hyrë në palc. Skandalet dhe ajdutleqet e qeverisë Rama nuk kanë të sosur e nuk kanë të mbaruar dhe ka vajtur aty ku s'mban me. Tani, më 20 shkurt, unë si i lirë mendoj, unë e mendoj që më 20 shkurt duhet që njerëzit të qëndrojnë aty. Ky është mendimi im, nuk e di, po është mendimi im që kanë thënë gjithmonë që 20 shkurti me në krye jo deputetët, jo vetëm deputetët e Partisë Demokratike, po ju bëj thirrje të gjitha forcave opozitare, ju bëj thirrje me shpirtë e me zemër, që nga Adriatik Lapaj, Agron Shejaj, çfarë janë të gjitha opozitarët, që të mos shikojnë dhe të mos, unë e di që ata nuk duan për doktor Sali Berishën e njërën tjetrën, i di këto. Por 20 shkurti dhe ngujimi i të gjitha opozitarëve, të deputetëve, kryetarë partive, opozitarë, të mbështetur dhe nga të gjithë, opozitarët anti-Rama, ne duhet të kemi në qendër të vëmendjes vetëm rrëzimin e qeverisë Rama, që do thotë që të kërkojmë qeveri teknike ose zgjedhje të parakohshme. Po duhen kërkuar zgjedhje të parakohshme. Dhe kështu që nuk është që siç thon këta, siç bëjnë ca këta që nuk e duan 20 shkurtin, që jo po pse të dalim ne 20 shkurt, pse të dalim ne të rrëzojmë Ramën e të vi Berisha. Jo mo jo. Jo për Berishën. Për asnjë, jo për Berishën. Për popullin shqiptar që të ndalojnë vjedhjet, për popullin shqiptar, për opozita, opozita dhe jo opozita, duhet të dalën në shesh për të qëndruar aty me shpirtë e me zemër dhe për t'i thënë njëre mirë jo vjedhjeve të qeverisë e Tiranës. Të kërkojmë zgjedhje të parakohshme dhe s'ka lidhje kjo me Berishën fare. Çdo njeri të dalë nëse ndihet i fyer nga vjedhjet e dhe gjithë lukurisë, të gjithë të babëziturit e qeverisë Rama, që mos i zemë në gojë, ne të tëri din skandale dhe miliona euro që kanë marrë. Të dalim për të rrëzuar këtë qeveri, jo për të sjellë Sali Berishën në pushtet. Kjo është e gabuar, këta e nxjerrin Kastile, këta ririnazin. Jo, të rrëzojmë këtë pushtet dhe të bëhen zgjedhje të reja. Dhe pasaj, daç bashkoni, daç formoni, bëni si të doni, kupton, të gjithë juve. Por aman, kryesori është ti ky dhe të bëjmë zgjedhje të parakohshme. Të qëndrojmë si opozitë e fortë, jo për individ, për Sali Berishën, a për Adriatik Lapën, a për... Jo. Ore në qoftë se çdo qytetar e ndjen veten të fyer, e ndjen veten shumë të mashtruar, të gënjur, të vjedhur, çdo shqiptar duhet të dalë aty, jo për të sjellë Sali Berishën në pushtet, jo për të sjellë Lapajn Agron Shejajn, Qorin, nuk di. Të bashkohet të gjithë anti-Ramat, të dalin më 20 shkurt dhe të qëndrojmë aty dhe të kërkojmë me ngulm zgjedhje të parakohshme. Bie qeveria dhe krijohet data për zgjedhje të parakohshme. Pastaj shikoni punën. Daç bëhuni bashkë, pastaj zgjedhjet janë tjetër gjë. Nuk do rrëzojmë Ramën ne edhe erdhi Berisha në pushtet. Jo më vëlla, të rrëzojmë këtë qeveri, pasaj të bëhen zgjedhje të reja, dhe këdo populli, kupton ti, mund të doj populli, ikën Rama, mund të vi një socialist tjetër, mund të doj populli socialist prapë, ku ti unë. Ta kanë fjalën, kjo nuk bëhet për të ardhur Sali Berisha në pushtet, apo Adriatik Lapaj, apo Shejaj. Kjo bëhet për të rrëzuar
këtë qeveri mashtruese gënjeshtare a dute në kulm. Të ndërpresim vjedhjet se na shkatruan. Po vjedhin miliona euro në ditë. Të ndërpresim vjedhjet e kësaj qeverie, pastaj të bëhen zgjedhje të parakoshme, më the të thashë dhe pastaj vrini veten prapë, nëse doni të rini të bashkuara njëri tjetër, s'doni shikoni punën pastaj prapë, por 20 shkurti s'ka lidhje as me votime, as me gjë. 20 shkurti ka lidhje të gjithë opozitarët, të gjithë antiramat të mblidhemi dhe të detyrojmë Edi Ramën të japë o dorëheqjen që të kalojmë në zgjedhje të reja, o qeveri teknike, nuk e di. Po të bërë një diçka e tillë, s'ka lidhje, nuk del në shesh për Sali Berishën e për këto. Unë nuk jam për Molotovra edhe për këto. Jo, s'jam për këto unë. A me Molotova shtim tu, dyri, djali, ri Rama në pushtet prap. Jo, nuk dua nga këto. Unë dua qëndrim opozitar me zemër, të gjithë ju që jini, që nga Sali Berisha, që nga Adriatik Lapaj, që nga gjithë opozita. Agron Shejaj, edhe Qori po të doja, ku e di unë, të gjithë duhet të bëhemi një, në qoftë se e kemi me gjithë mend për të rrëzuar qeverinë e Edi Ramës. Në qoftë se e kemi me gjithë mend, kjo bëhet. Nuk bëhet të bëjmë aty, të edhim sa shash ka një ditë aty, do ata të edhin gase, edhe a e miru pafshim, edhe është prapra, ma kemi 13.000. Jo! 20 shkurti duhet të gjithë forcat antirama, që nga PD-ja e Sali Berishës, që nga Adriatik Lapaj, Agron Shejaj, Qori, qarë janë këta me radhë, ku di unë, qarë kanë këta partit të tjera, të gjithë, blidhuni të gjithë opozita, dhe jo vetëm, të qëndrojmë aty në shesh dhe t'i kërkojmë sa qeveria i dute largimin sa më shpejt në të kalojmë në zgjedhje të reja. Pastaj është tjetër muhabet, që kush të vinë në pushtete, njërin tjetrën, këto janë gjëra zgjedhjet para zgjedhjeve të reja. Aman, fokusi kryesor është rrëzimi i kësaj qeverie. Pastaj zgjedhjet, do bën koalicion, do bën puna tuaja, bën çfarë doni. Kokën çani. Aman të rrëzojmë një këtë. Të rrëzojmë një këtë, të jap dorëheqjen ky, të jam me zgjedhje të parakoshme, atëherë pastaj çani kokën me politikë. Po t'ik një rekeqja, ajdut leku, mashtrim leku. Kjo është 20 shkurti. Kush nuk e do me shpit qeverinë e Edi Ramës, kush e ndjen veten të fyer, duhet me 20 shkurt të dalim aty, jo të Edi Molotov, se s'na një bota me dhunë. Jo të Edi Molotov, të qëndrojmë aty. Të qëndrojmë aty me 20 shkurt. Me 21 shkurt, 22 shkurt, nga është nga vash, të rrethojmë kryeministrin, aty, të kërkojmë dorëheqjen e kryeministrit. Dhe besoj, brenda javës, Edi Rama është i dorëhequr. Në qoftë se ne do të ngulim, qoftë se ne vëmë aty me orar, në këto orë, edhe edhin bezhishka, edhin bezhe, edhe ata na edhin kase, bëjmë sikur zihemi, jo, nuk ka. Kush e ka seriozisht, duhet të dalë me 20 shkurt, dhe të qëndrojmë aty si opozit dhe jo vetëm për të larguar këtë qeveri ajdute mashtruese. Nga kaq të tjera pasaj janë fukarallëk. Kjo ishte detyrim nga ana ime. Si opozitar që jam. Pas e në goj emra, jo duhet që kjo qeveri kriminale ajdute mashtruese duhet të largohet me njërë nga qeverisa e vendit. Kush e ndjen veten të fyer, të mashtruar, të gënjur, të vjedhur, me 20 shkurt të vëmë aty dhe të qëndrojmë. Të qëndrojmë. Ndryshe, me orar nuk arrihet asgjë.